3 të vdekur nga aksidenti në Maqedoninë e Veriut e 2 në Istog nga një aksident në komunikacion. Krerët e institucioneve ngushëllojnë familjarët e viktimave të aksidentit në Maqedoninë e Veriut. Apel mërgjimtarve që mos të kalojnë në përsërbi, një organizat publikon listat e veteranëve kinse për krime lufte. Këshilli i Evropës ngresh shqetësime për lirinë e medias në Kosovë. Mirëmbrëma të gjithëve, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Një aksident i rënd ka ndodhur në fshatin Shushic të Istogut, ku kanë humbur jetën 2 persona. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Sipas tij, aksidenti ka ndodhur midis 2 veturave në fshatin Shushic, ndërsa vdekja e njërit prej të aksidentuarve u konstatua nga mjeku kujdestar në vendin e ngjarjes, ndërkaq njëri nga 4 të lënduarit është dërguar pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Pejës. Siç raportohet, viktimat janë të moshës 12 vjeç dhe 69 vjeç, ndërkaq të lënduar kanë mbetur 3 persona në mesin e tyre një fëmijë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe zjarfiksi dhe prokurori i shtetit. 3 shtetas të Kosovës kanë humbur jetën afër vendkalimit kufitar në Blac. Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut konfirmoi aksidentin tragjik, derisa njoftohet se ata janë gjetur të vdekur në makinën e tyre të përmbysur. 3 shtetasët e Kosovës u gjetën të vdekur në veturën e tyre të përmbysur të tipit Mercedes me targa gjermane afër pikëkalimit kufitar, derisa ishin duke u kthyer nga aeroporti i Shkupit. Gjatë rrugës ata kanë hyrë në 2 kilometrat e papërfunduara të autostradës Shkup-Blac, me shrast vetura e tyre ka rënë në humner. Viktimat janë identifikuar si Ejup dhe Gjeneta Tërnava, burë e grua, dhe motra e Tërnavës, Fatmire Shabani, të gjithë nga Vushtria. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut përmes një deklarate me shkrim ka njoftuar se aksidenti tragjik u raportua mbrëm rreth orës 22:35 minuta, ndërsa pas kontrollit në vendin e ngjarjes u konstatua se në automjet ndodheshin 3 persona pa shenja jete, një mashkull dhe 2 femra. Vdekja e tyre u konfirmua nga ekipi ndihmës së shpejtë. Me urdhër të prokurorit publik, trupat e viktimave janë dorëzuar për obduksion Institutit të Mjekësisë Ligjore në Shkup. Pas përfundimit të procedurave përkatëse nga autoritetet kompetente, trupat e pajet pritet të transportohen në Republikën e Kosovës. E pas aksidentit tragjik ku humbën jetën 3 qytetarë nga Vushtria, kanë reaguar krerët e institucional dhe përfaqësues diplomatik. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ambasadori i Kosovës në Shkup Florian Qehaja dhe kryetari i komunës së Vushtrisë Ferit Idrizi kanë shprehur ngushëllime për familjet e viktimave. Ndërkohë, komuna e Vushtrisë ka shtyrë aktivitetet e planifikuara në shenjë respekti për të ndjerët. Ushtruesja e detyrës së presidentes së vendit Albulena Haxhiu ka shprehur ngushëllime për humbjen tragjike të jetës së 3 qytetarëve nga Vushtria, të cilët vdiqën në aksidentin në afërsi të pikëkalimit kufitar Hani Elezit Blac me Maqedoninë e Veriut. Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu tha se ka pikëlluar thellë lajmi për vdekjen e Ejup Tërnavës, Cenet Tërnavës dhe Fatmire Shabanit. Ajo u ka shprehur ngushëllime familjeve Tërnava dhe Shabani, duke thënë se ndan dhimbjen me ta në këto momente të rënda. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ngushëlluar familjet e 3 personave që vdiqën tragjikisht në aksident. Në rrjetet sociale ai ka thënë se shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve dhe të afërmeve të Ejup Tërnavës, Cenet Tërnavës dhe Fatmire Shabanit për humbjen tragjike të më të dashurve të tyre, ka shkruar Kurti. Për rastin e fjalë ka shprehur ngushëllime edhe ambasadori i Kosovës në Shkup Florian Qehaja, i cili tha se ambasada e Kosovës ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Policinë e Kosovës, si dhe me familjarët e viktimave për të ofruar ndihmën e nevojshme gjatë trajtimit të rastit.
Ai ka shtuar se pas përfundimit të procedurave nga autoritetet përkatëse, trupat e pajet pritet të transportohen në Kosovë. Familjeve Tërnava dhe Shabani u ka shprehur ngushëllime edhe kryetari i komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi, i cili përmes një telegram ngushëllimi të publikuar nga komuna e Vushtrisë, Idrizi tha se ngjarja ka tronditur të gjithë qytetarët e komunës. Na ka tronditur të gjithëve humbje tragjike e jetës së bashkëqytetarëve tanë, Ejub Tërnava, Cënet Tërnava dhe Fatmire Shabani. Në ndërim të viktimave, komuna e Vushtrisë ka marrë vendimin për të shtyrë koncertet e planifikuara në kuadër të manifestimit Ditët e Diasporës 2026. Rritja e numrit të aksidenteve me pasoja fatale në Kosovë ka rikthyer në fokus nevojën për forcimin e sigurisë rrugore. Ekspertët kërkojnë strategji të reja parandaluese dhe respektim më të madh të rregullave të komunikacionit, ndërsa institucionet thonë se po punojnë për përmirësimin e infrastrukturës dhe politikave të sigurisë. Aksidentet në Kosovë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish, ku numri i aksidenteve fatale ka shënuar rritje. Rastet e aksidenteve, sipas ekspertëve të sigurisë, përbëjnë shqetësim serioz, prandaj bëjnë thirrje për ndërmarrjen e masave urgjente dhe hartimin e strategjive për më shumë siguri në rrugë. Ajo që është urgjente për Kosovën është krijimi i strategjisë sigurisë rrugore, edhe në kuadër të krijimit të strategjisë sigurisë rrugore duhet të merren pastaj edhe mosat për hulumtimin e aksidentet, faktorët të aksidenteve, edhe pastaj edhe rekomandimet e tyre të hulumtimeve për mosat preventive. Ndër shkaktarët e aksidenteve, ekspertët përmendin edhe faktorin njeri. Jo vetëm të ulë shpejtësia, që është e padiskutueshme që do të ulë shpejtësia. Mos i dalemi para mitit tjetër si vendret e një aksident, por gjithmonë të kemi kujdesit gjatë qarkullimit me mjet. Kur themi të kemi kujdese, kuptohet që do të respektohet shenja, mos përdorimi i telefonit, edhe çdo rregull do të respektohet në mënyrën e duhur. Nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit thonë se fokusi i tyre është mirëmbajtja sistematike e rrjetit ekzistues, përmirësimi i standardeve teknike dhe eliminimi i çdo elementi që mund të paraqesë rrezik për përdoruesit e rrugës. Ata theksuan se janë duke punuar intensivisht në hartimin, përditësimin dhe zbatimin e strategjive dhe politikave për siguri në rrugë, të cilat synojnë krijimin e sistemit të modernizuar të menaxhimit të sigurisë në komunikacion, që ndikojnë edhe në uljen e numrit dhe rrezikut të aksidenteve. RTK ka tentuar të marrë qëndrime edhe nga ish-ministrat e infrastrukturës për politikat e parandalimit të rasteve, por disa nga ta nuk pranuan të flasin, ndërsa të tjerët nuk ishin të qasshëm. Në këtë përpjekje nuk janë përfshirë ministrat e akuzuar për keqpërdorim të detyrës. Ndërkohë, për parandalimin e aksidenteve, policia thekson se në vazhdimsi analizon të dhënat rreth sigurisë në trafik, harton plane operative, bën fushata ndërgjegjësuese dhe, si mas parandaluese e ndëshkuese, gjobit shkelësit e rregullave të trafikut. Sipas Policisë së Kosovës, vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë shënuar 45 aksidente, ku për pasojë kanë humbur jetën 46 persona. Ndërkaq numri i përgjithshëm i aksidenteve u raportua mbi 10.000 raste. Megjithatë, sipas policisë, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar, numri i përgjithshëm i aksidenteve ka shënuar rënje prej 4.77%, ndërsa numri i gjobave është rritur për 5.82%. Ndërkohë në liçenin e Batllavës është nxjerrë trupi i pajeti një shtetasit të huaj. Ministri në detyrë i mbrojtjes Ejub Maqedonci njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një operacion në liçenin e Batllavës mbrëm kanë arritur të bëjnë lokalizimin dhe nxjerrjen e trupit. Më pas trupi u dorëzua autoriteteve kompetente për procedurat e mëtejme. Maqedonci tha se Forca e Sigurisë së Kosovës mbetet e përkushtuar për të ofruar mbështetje ushtarake për autoritetet civile në çdo situatë. Raporti i misionit faktmbledhës të platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve ka ngritur shqetësime për gjendjen e lirisë së medias në Kosovë.
Në dokument vlerësohet se presionet politike, gjua denigruese ndaj gazetarëve dhe sfidat për pavarësinë e institucioneve mediale kanë ndikuar në përkeqësimin e klimës së punës për gazetarët. Raporti përfshin edhe vlerësime për RTK-n, ndërsa menaxhmenti i transmetuesit publik ka kundërshtuar disa nga konstatimet e tij, duke shtuar se misioni ka nënshkaluar disa nga sqarimet që kanë dhënë. Misioni Fakt mbledhës i platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve ka prezantuar raportin për gjendjen e lirisë së medias në Kosovë, në të cilin ka ngritur shqetësime për përkeqësimin e klimës në të cilën punojnë gazetarët. Raporti thotë se gjendja e lirisë së medias në Kosovë është përkeqësuar gjatë periudhës së fundit për shkak të presioneve politike, retorikës denigruese ndaj gazetarëve dhe sfidave që lidhen me pavarësinë e institucioneve mediale. Zyrtarët evropian porositën për rritje të transparencës së pronësisë së medjave dhe përfshirje të gjerë në konsultimet që do të bëhen për hartimin e projektligjit për KPM-n. Mbetet shumë e rëndësishme dhe përgjegjësia për sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Ne mirëpresim strategjinë e miratuar së fundmi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, që synon përmirësimin e trajtimit të rasteve që përfshin gazetarët. Hetimet efektive, procedurat gjyqësore në kohë dhe zbatimi qëndrueshëm i ligjit dërgojnë një mesazh të qartë se sulmet ndaj gazetarëve nuk do të tolerohen. Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në zhvillimin e kornizës së saj ligjore. Në të njëjtën kohë, ky raport na kujton se ende ekzistojnë sfida serioze. Adresimi i tyre është thelbësor për forcimin e institucioneve demokratike dhe për avancimin e rrugës evropiane të Kosovës. U vlerësua bashkëpunimi me sistemin gjyqësor, siç u tha, për zero tolerancë ndaj sulmeve ndaj gazetarëve. Në momentin kur ka të bëjë me media, po edhe rezultat institucioneve, respektivisht që lidhet me media në Kosovë, ato kanë karakter me prioritet, siç është përcaktuar në planin strategjik për qasjen drejtësi, miratu nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Raporti përfshin edhe vlerësime për gjendjen në transmetuesin publik, financimi i pamjaftueshëm, paqartësitë ligjore dhe pretendimet për presion politik u tha se kanë krijuar një situatë që rrezikon pavarësinë editoriale të transmetuesit publik. RTK aktualisht operon në kushte të vështira ekonomike, pa një zgjidhje për çështjen e pronës së saj. Ne si delegacion mbesim shumë të shqetësuar lidhur me largimin e prezantuesve të edicioneve të lajmeve, ndërprerjen e emisioneve dhe dëshmitë e vazhdueshme të gazetarëve të RTK-s për presione politike. Në një përgjigje me shkrim, menaxhmenti i transmetuesit publik ka dhënë qëndrimin e vet pas prezantimit të raportit. Sipas menaxhmentit, një krahasim mes draft raportit fillestar dhe dokumentit përfundimtar tregon se misioni ka anashkaluar përgjigjet e detajuara, ku janë bashkangjitur edhe provat si dhe kornizën formale juridike të ofruar zyrtarisht nga RTK-ja muaj më parë. Transmetuesi publik mbetet i udhëhequr nga parimet profesionale, ku të gjitha vendimet procedurale bazohen në ligj dhe në rregullore të brendshme, kontratat e punës dhe vendimet e organeve ligjzbatuese. Sa u përket pretendimeve në raport për ndryshime apo heqje nga ekrani të emisioneve apo moderatorëve, RTK-s sqaron se organizimi i punës televizive bëhet në përputhje të plotë me kontratat e punës dhe rregullore të brendshme. Sipas kornizës rregullative të RTK-s, pozita e redaktorit përfshin përgjegjësi mbikëqyrëse, verifikim të përmbajtjes dhe organizim të lajmeve. Moderimi apo prezantimi në ekran nuk përbën obligim apo të drejtë të fituar kontraktuale, por mbetet në diskrecion profesional të kryeredaktorit dhe menaxhmentit sipas nevojave programore. Në të gjitha rastet e përmendura, gazetarët dhe redaktorët kanë ruajtur plotësisht kontratat e tyre të punës, pagat dhe pozicionet formale, duke garantuar kështu sigurinë e tyre socioprofesionale. Në procedurat administrative pranë Inspektoratit të Punës, ashtu edhe në organet gjyqësore, i është dhënë e drejta RTK-s lidhur me rastet e pretenduara në raport, ku thuhet se 2 gazetarëve të RTK-s nuk u janë vazhduar kontratat. Vendimet e RTK-s për rastet në fjalë janë marrë në përputhje me kornizën ligjore në fuqi, ndërsa proceset vijuese po ndjekin rrugën e tyre të rregullt procedurale. Gjithashtu, sa u përket çështjeve të vetrregullimit etik, RTK ka dëshmuar përkushtim ndaj llogaridhënies duke zbatuar me përpikri vendimet të KPM-s, përfshirë edhe publikimin e sqarimeve dhe demanteve të nevojshme.
Radio Televizioni i Kosovës mbetet i hapur për dialog konstruktiv me të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe partnerët evropian. Si transmetues publik i të gjithë qytetarëve, RTK konfirmon përkushtimin në realizimin e plotë të misionit ligjor, pavarësisë redaktoriale dhe standardeve më të larta të gazetarisë profesionale, përfundon qëndrimi i menaxhmentit. Edicionin e vazhdojmë me zhvillime të tjera. Një organizat nacionaliste sërbe ka bërë thirrje për arrestimin e ish pjesëtarëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, duke publikuar lista me emra dhe të dhëna personale të personave nën pretendimet se kanë qenë pjesë e brigadave të UÇK-s. Këto veprime vinë në një kohë kur autoritetet sërbe kanë vazhduar ndalimet e shqiptarëve në pikat kufitare në ndyshimet për krime lufte. OVL UÇK-s dhe Instituti Oktopus i kanë cilësuar këto veprime si pjesë të një strategjie të organizuar ndaj Kosovës dhe ish pjesëtarëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Një lëvizje nacionaliste sërbe po bën thirrje publike për arrestimin e ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke publikuar lista me emra dhe të dhëna personale të personave që pretendon se kanë qenë pjesë e brigadave të UÇK-s. Këto thirrje vijnë në një kohë kur vazhdojnë arrestimet e shqiptarëve nga autoritetet serbe në pikat kufitare, kinse në ndyshime për krime lufte. Lëvizja ashtu quajtur serbe Zemra e Heronjve, me Selinë Kralev në një deklaratë të publikuar me 18 korrik u ka bërë thirrje prokurorisë për krime lufte të Serbisë dhe Departamentit për krime lufte në Beograd që të verifikojë listat e publikuara dhe sipas pretendimeve të saj të përcaktojnë përgjegjësinë penale të personave të përfshirë. Kjo organizat nacionaliste kërkon gjithashtu që këto listat u përcillen autoriteteve policore të vendeve të Bashkimit Evropian, me synim që ndaj personave të përfshirë të ndërmerren masa arrestimi edhe jashtë Serbisë. Bashkë me deklaratën janë publikuar lista që përmbajnë emra dhe data lindjeje të personave të paraqitur se ish pjesëtar të brigadës 111 dhe brigadës 121 të ushtrisë lirimtare. Lidhur me këtë ka reaguar kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s Hysni Gucati, duke ju bërë thirrje bashkëluftarëve të mos kalojnë nga Serbia. Në një deklarim për RTK ai tha se kjo është realiteti të cilën Serbia e përdor në çdo moment ndaj tyre. Ka cik 2 brigada me emër, do të brigada 111 Adem Jasharit, edhe brigada 121 Komanova. Kështu që unë kisha bërë thirrje veteranëve, invalidëve, të kenë kujdes, mos çini për Serbi, kjo është një realitet. Ekzistojnë dhona gjitha që kjo organizat bën thirrje në institucionet e shtetit të qeverisë, po edhe më gjerë në Unionin Evropian e gjitha vendet evropiane bën thirrje që nga të 2 brigada të arrestohen njerëzit e këtyre 2 brigadave. Edhe në Institutin Oktopus vlerësojnë se veprimet e tilla janë pjesë e një strategjie të organizuar të Serbisë kundër Kosovës dhe ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të angazhohet kundra e Kosovës me akuza falso siç ka bërë gjithmonë dhe është duke përdorur listat e ushtarëve të UÇK-s, të cilët kanë qenë pjesë e luftës në mbrojtje të vendit, duke i akuzuar si kriminal, pastaj është duke bërë edhe veprime të ndryshme, të cilat janë veprime shtetërore. I fundit që arrestuan nga autoritetet serbe në një pikkalim kufitar me Kosovën në ndyshimin për krime lufte, ishte Osman Selmani. Ai u ndalua me një korrik në pikkalimin kufitar në Mutjevod derisa po kthehej në vendlindje. Ndaj tij gjykata e lartë në Serbi caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Seanca e parë gjyqësore ndaj 21 të akuzuarve në mungesë për masakrën e Reçakut është shtyrë për shkak të mungesës së 4 avokatëve mbrojtës. Gjykata tha se pavarësisht kërkesave të përsëritura drejtuar odës së avokatëve për caktimin e mbrojtësve sipas detyrës zyrtare, ende nuk ka marrë emrat e tyre, ndërsa prokuroria speciale njoftoi se një pjesë e madhe e avokatëve të caktuar nuk janë pajisur ende me shkresat e lëndës. Mungesa e 4 avokatëve mbrojtës ka bërë që të dështoj seanca e shqyrtimit fillestar ndaj 21 të akuzuarve në mungesë për masakrën e Reçakut. Ndonë se nga gjykata themelore në Prishtinë kishin kërkuar nga oda avokatëve që të dërgoj emrat e avokatëve që do të angazhoheshin për të mbrojtur të akuzuarit, kjo kërkesë nuk është përfillur nga oda. Суд je podneo zahtjev Advokatskoj komori Kosova 01.6.26. godine za angažovanje advokata za 4 gore navedeni optuženi, ali do sada nakon
nekoliko zahteva. Advokatska komora nije obavestila sud. Koji su advokati sa imenima navedeni su imenovani za ove Ndërsa prokurori special Ilir Morina tha se as gjysma e avokatëve të angazhuar nuk e kanë marrë shkresën e lëndë. Pas pranimit të emailit nga gjykata, prijema emaila od strane me suda, datë 10 dana 10.7.2026. godine, kemi dërguar email poslali smo email të gjithë avokatëve svim advokatima të angazhuar në këtë çështje penale. koji su angažovani u ovom krivičnom pitanju. Në këtë rast, U ovom slučaju, vetëm 11 avokat samo 11 advokata kanë ardhur dhe i kanë marrë su shkresat došli penale, da uzimaju spise predmeta, për të cilët kemi za evidenca koje dhe imamo kërkoj evidencije. falje 10 avokat Izvinjavam se, 10 advokata su E për shkak të paqartësive me avokatët dhe mungesën e shkresës së lëndës, rrjedhimisht seanca gjyqësore u shty për 31 korrekt. Sipas aktakuzës, në periudhën 1998-1999, 21 të pandehurit në bashkëkryerje si pjesëtar të ushtrisë ish Jugosllavisë, brikadës 243 të mekanizuar, armatës së tretë e njohur si Korpusi i Prishtinës, si dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë kryer edhe trajtim shnjërzor, shkatërrim të pasurisë, të bem masev dhe spastrim etnik të popullsisë civile. I akuzuari Eqrem Abdullahu ka pranuar fajsin për veprën penale të kanosjes ndaj kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati. Në seancën e mbajtur në gjykatën themelore në Drenas, Abdullahu kërkoi falje, ndërsa gjykata miratoi pranimin e fajsisë dhe caktoi datën e shpalljes së aktgjykimit. Gucati tha se rastin ja ka lënë drejtësisë, duke bërë të ditur se ka edhe procese të tjera ligjore për fyrje ndaj tij dhe UÇK-s. I akuzuari Eqrem Abdullahu ka pranuar fajsin për veprën penale të kanosjes ndaj kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati. Në seancën e mbajtur në gjykatën themelore në Drenas, Abdullahu tha se ndihet fajtor dhe kërkoi falje. E nin vetëm fajtor apo deklarohesh pa fajshëm? Jam fajtor, ndi vetëm fajtor, por kërkoj falje se jam kon shumë gjendje shqetësuese. Avokati të dëmtuarit Halim Shala tha se pranimi i fajsisë mund të merret si rrethon lehtësuese, por sipas tij nuk zbeh peshën e kërcënimit dhe pasojat e shkaktuara. Megjithatë, gjykata miratoi pranimin e fajsisë, ndërsa shpallja e aktgjykimit është caktuar për 23 korrekt. Pas seancës, Hysni Gucati tha se rastin ja ka lënë drejtësisë dhe bëri të ditur se kjo nuk është padia vetme që ka ngritur përfyrje ndaj tij dhe UÇK-s. Më fyn, po edhe më thotë që unë marr pak që 19 vite pa punë fare në shkollë. Kjo që është pa vërtet, unë është pa qëndrueshme, unë ja kam lënë drejtësisë këtë rast, edhe drejtësia do të merret me këtë personin. Ky s'është i pari, do të thotë unë kam ngritur shumë padi dhe tjera padi që në ditët vjen ta shëntorë ata pi Romania, pi Austria, pi vende ndryshme, se të kam fyer shtinë që ndorë Kosovës edhe mu si person vetë as sekretari të ramësim vadit lufte. Sipas aktakuzës së prokurorës Albiona Musaj me 3 qershor 2026, Eqrem Abdullahu dyshohet se ka kanosur seriozisht Hysni Gucatin përmes një komenti në Facebook, ku shkroi se këtë derë duhet përshkatuar. Komenti ishte bërë në një publikim ku pretendoi se Gucati kishte marrë rrogë për 19 vjet si sekretar shkolle pa shkuar në punë. Ndërkohë është mbajtur takimi 299 i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku mori pjesë për herë të parë në cilësinë e kryeprokurorit të shtetit edhe Zenullah Gashi pas marrjes së detyrës në krye të këtij institucioni. Gjatë takimit, ai prezantoi prioritetet kryesore të mandatit të tij 7 vjeçar në drejtimin e prokurorisë së shtetit. Ky institucion ka refuzuar kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb në prokurorinë e Mitrovicës. Luftimi i korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar do të jetë prioritet i mandatit të kryeprokurorit të shtetit Zenullah Gashi, teksa askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe se nuk do të ketë imunitet për askënd që bie ndesh më të. Ky ishte zotimi të cilin e bëri kryeprokurori Gashi në mbledhjen e radhës të Këshillit Prokurorial të Kosovës pas marrjes së detyrës në krye të këtij institucioni. Punës tonë do të zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit
me theks veçantë, korrupsionit, nivelit lartë, krimit të organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit. Si kërkëtori i shtetit do të angazhohem maksimalisht që vizionin dhe objektivat të cilët i kam paraqitur në koncept dokumentin e tërzuar në Këshillin Prokurorar të Kosovës, kur kam aplikuar propozitën e Prokurorit të Shtetit, t'i zbatoj me konsekuencë dhe në përputhje të plot me Kushtetutën dhe ligjin. Gashi u bëri thirrje prokuroreve për profesionalizëm, integritet dhe pavarësi në ushtrimin e detyres, ndërsa premtoi mbështetje të plot për punën e tyre në fuqizimin e sistemit prokurorial. Do të theksoj se çdo akt dhe vendim juaj duhet të mbështetet në kushtetutë, në ligj dhe prova të siguruara në mënyrë të ligjshme. Sepse vetëm kështu i shërbejnë drejtësisë. Askush nuk duhet të ndikohet nga presioni politik, ekonomik, mediatik, apo nga çfarëdo interesi tjetër jashtë. Në këtë takim, Këshilli ka refuzuar kërkesat për tërheqjen e dorëheqjeve të 5 prokurorëve dhe stafit mbështetës të komunitetit serb për të rikthyer në sistemin prokurorial të Kosovës. KPK, ndër tjerash, miratoi edhe rregulloren për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik SMIL në sistemin prokurorial. Komuna e Prishtinës ka nisur zbatimin e programit Noti për çdo nxënës, një iniciativë që synon të ofrojë trajnime falas në not fëmijëve të shkollave fillore. Fillimisht programi do të përfshijë rreth 700 nxënës të grup moshës 9 deri në 11 vjeç, ndërsa autoritetet komunale thonë se synimi është që ai të kthehet në një aktivitet të përvitshëm. Rreth 700 nxënës të shkollave fillore në Prishtinë do të përfitojnë këtë verë trajnime falas në not, në kuadër të programit Noti për çdo nxënës. Nisma e prezantuar nga Komuna e Prishtinës synon të promovojë aktivitetin fizik dhe siguri në ujë të fëmijët e grup moshës 9 deri në 11 vjeç. Programi organizohet nga Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Drejtoria e Sportit në bashkëpunim me Sport Marketing, ndërsa trajnimet do të zhvillohen në pishinën e Gërmis. Kjo është i marrëveshje që kemi punuar për gjatë këtyre javëve të fundit, që të shërbejmë dhe të mundsojmë secilit nxënës të Prishtinës të mundsojnë trajnimin pa pagesë falas nga Komuna e Prishtinës në shërbim të tyre, që sigurisht aspektet e saj janë të jetë pozitive në aspektin shëndetësor, por edhe në aspektin këtë rast edhe fizik edhe mendor, që ndikon në krijimin edhe të vetbesimit të çka do tjetër për secilin nxënës. Prandaj është hera parë, ne do të vazhdojmë edhe vitet në vend që ky numër të rritet. Drejtoria e Sportit e cilësoi programin si pjesë e angazhimit për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitete sportive. Si Drejtoria e Sportit i kemi dhënë mbështetjen e plot këtij aktiviteti dhe do t'i japim çdo aktiviteti që është mirë të shëndetit së pari të fëmijëve dhe mbështetarëve të kryeqytetit. Si Drejtoria e Sportit në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Arsimit jemi në kërkim po ashtu edhe të hapësirave të tjera të cilat do të jenë në dispozicion për qytetarët e kryeqytetit, të cilat do të jenë falas dhe trajnimet që do të zgjasin përgjatë kësaj vere do të jenë në dobi edhe për të gjithë fëmijët të cilët do të vinë këtu. Autoritetet komunale njoftuan se programi do të zhvillohet për 4 javë, ndërsa trajnimet do të nisin javën e ardhshme. Thirrja për aplikim është e hapur nga sot deri në fundjavë. Aplikimi bëhet online përmes platformës elektronike të Komunës së Prishtinës. Komuna ka bërë thirrje që prindërit të aplikojnë dhe të përfshinë fëmijët në këtë program, i cili synon të shndërrohet në një aktivitet tradicional për nxënësit e kryeqytetit. Ndrojmë temë të informacionit në përpjekje për të lehtësuar punën në bujqësi dhe për të rritur prodhimin vendor. Komuna e Pejës ka shpërndar 65 traktor të rinj për fermerët përmes një skeme bashkëfinancimi. Përfituesit thonë se mekanizmi është bërë i domosdoshëm për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, ndërsa komuna paralajmëron se mbështetja do të vazhdojë edhe në vitin ardhshëm. Motorët u ndezën dhe traktorët e rinj u vunë në funksion. Në komunën e Pejës, 65 fermer përfitues të thirrjes publike u pajisën me mekanizëm të ri bujqësor përmes një skeme bashkëfinancimi mes komunës dhe fermerëve.
do të filloj me punë njerë, kështu që jemi fermer. Unë kam pemisht, po kam një shtallë mini fermë t'love, kështu që për gjitha punë, për lavër, për nevojat shtëpisë, fushë që duhet me liveruar, me kosite, me po e lehtëson punën se me tash punë kraj s'ke mundësi më me punu, se s'kemi klasë punëtore nuk ka, kështu që tash makineria i kryen çeta punë. Traktorët janë pjesë e programit komunal për mbështetjen e bujqësisë, ku përfituesit u zgjodhen përmes një thirrjeje publike dhe kontribuojnë me 40% të vlerës së mekanizmit, ndërsa komuna financon 60%. 60% financon komuna, 40% fermeri, ka qenë tender i hapun, kemi kërku karakteristikat e traktorave që ju përshtaten bujqëve të mesën kryesisht, edhe i kemi shpërndar, më po filloj shpërndarjen sot për 65 përfituesit e parë, besoj që ta tjerë që nuk janë këfshin listë, kanë me qenë në listën e vitit tashëm, domethënë janë edhe 100 që shpërndan vitin tjetër. Pas ceremonisë së dorëzimit, sipas përfituesve, traktorët e rinj do të përdoren menjëherë në ara, pemishte dhe ferma, aty ku fermerët thonë se mungesa fuqisë punëtore, po e bën mekanizmin gjithnjë më të domosdoshëm. Gjysma e një lisi shumë vjeçar është rrëzuar sot pas dite nga era e fortë në rrugën Femia Agani në qendër të Prishtinës. Nga rënja e lisit, fatmirësisht nuk është raportuar për të lënduar dhe as për dëme materiale, edhe pse pranë degës rrëzuar në momentin e incidentit ishin disa vetura të parkuara. Ekipët e zjarfikësve reaguan menjëherë duke dalë në vendngjarje. Pasditja në Prishtinë dhe në disa qytete të tjera është shënuar me era të forta dhe shi. Të nderuar shikues, ky ishte edhe informacioni i fundit për edicionin qendror të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.